Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri e vlerëson të rëndë situatën financiare në sektorin energjetik. Ai ka deklaruar se korporata elektroenergjetike shqiptare ka humbur rreth 65 milion euro në vit, ndërkohë që problematike paraqitet edhe situata hidrike në kaskadën e Lumi Drin për shkak të mungesës së rreshjeve. Dhe situata është agravuar aq shumë sa realisht sot jemi në faktin që vit për vit korporata elektroenergjetike shqiptare në 2 vjet e fundit ka humbur mbi 65 milion, pra një disbalans, një deficit të pambuluar për energjinë që merr nga prodhuesit privat të pavarur dhe me çmimin që shet. Duke shtuar këtu që ky vit do të jetë dhe më i vështirë nga pikpamja hidrologjike, sepse rreshja nuk ka pasur, situata financiare në këtë sektor nuk është e mirë. Këto deklarata, Ministri Gjiknuri bëri në Komisionin Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese, ku është shqyrtuar shtyrja e ligjit për energjitë e rinovueshme. Sipas ministrit, donatorët e huaj si Banka Botërore kanë kërkuar ndryshime, pasi ligji është miratuar me nxitim nga qeveria më parshme dhe nuk është i zbatueshëm. Qëllimi i vërtetë i shtyrjes dhe i akteve ligjore është pikërisht që në bashkëpunim me Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë, me Bankën Botërore, e cila ka kërkuar me forcë ndërhyrja menjëherë në këtë ligj për ta shtyrë, pasi është i pazbatueshëm. Pikërisht nga mënyra se si u bë e nxituar, mase edhe me interese të tjera mbrapa, po nuk dua ta aludoj këtu, të miratojmë një ligj të mirë që t'i qëndrojë kohës, të jetë i qëndrueshëm edhe për vetë sektorin privat në këtë fushë. Ministri Gjiknuri ka deklaruar se hyrja në fuqi e ligjit për energjitë e rinovueshme duhet të shtyhet deri në janar të vitit të ardhshëm.